Nuk është e mjaftueshëm vetëm me dalë me pi kafe dhe me qenë i sigurt, por duhet me qenë i sigurt edhe fëmijët tanë. Krimi organizuar në këto vite kemi pa që ka qenë në raporte ndërkombëtare të cilat i kanë dhënë një njollë të zezë Kosovës. Prandaj ne si LDK edhe në planin 100 pikësh që pritet shumë shpejt ta publikojmë, do të kemi një vëmendje kryesore në luftimin e krimit të organizuar dhe sidomos të pastrimit paras. Mos harrojmë që Kosova është një territor që duhet të ketë fokus në komplet territorin dhe jo vetëm nga një pjesë, sepse nga një pjesë nuk është duke zhvilluar kontrabanda. Kontrabanda zhvillohet edhe brenda Kosovës dhe në qendër Kosovës. Prandaj për LDK është shumë e rëndësishme pas program të rëndësishëm, duke filluar nga shkollat, duke filluar nga avancimi dhe programet të avancuara për të mbështetur edhe mekanizmat kryesorë siç është inteligjenca financiare, që faktikisht duhet trajnime të avancuara dhe duhet edhe bashkëpunim ndërsektorial, sepse vetëm inteligjenca financiare, pa bashkëpunim me prokurorin, pa bashkëpunim me policinë e Kosovës dhe pa ndërtu një mirëmbesim, është e pamundshme pra të zhvillohet. Prandaj për ne është shumë e rëndësishme që të kemi një koordinim të plotë, të punojmë edhe në sistemin e etikës dhe integritetit të këtyre strukturave përgjegjëse për të luftuar këtë sektor dhe në këtë kuptim do ta marrim edhe rezultatin. Prandaj është me rëndësi që fillimisht kapacitetet që i kemi t'i rritim ato dhe madje në bazë të analizave nëse ka nevojë të krijohet edhe diçka e re me qëllim që të kemi pra një Kosovë nuk është e mjaftueshëm vetëm me dalë me pi kafe dhe me qenë i sigurt, por duhet me qenë i sigurt edhe fëmijët tanë, edhe personat që merren me biznes dhe gjithçka tjetër. Shohim që shpesh herë falimentojnë edhe bizneset si pasojë e ndikimeve dhe grupeve të caktuara. Ka numër të madh unë pranoj që ka dhe dënuar, ka dhe të arrestuar, por nuk janë të mjaftueshëm për shkak që sektori financiar është jashtëzakonisht i prekur.